fatmirësisht, tradita jonë, trashëgimia jonë shpirtërore është prezent në çdo darsë. Gjë që i falenderoj gjithë ata që kanë vendosin të kenë traditën tonë, kulturën tonë në mesin e një evenimentit madhështor, të cilën e konsideroj çifti sepse ka ditën më të mirë, më të lumtur në jetë. Kështu që unë i falenderoj gjithë ata që bojnë përgjigje jo vetëm neve, por gjithë grupet tjera, sepse ka grupe të shumta, por mos harrojmë një gjë, sepse sa më afër popullit, më afër qytetarëve, më afër çiftit me kostume, traditat tonë, motivet shqiptare, aq më shumë edhe aq më lart e ngrisim, domethënë kulturën tonë, kostumet tona, kombëtare, kërcimin tonë, muzika që është gërshetohet, tupani është sula, janë defe zakonisht i marrin për kanaxhizë ndryshme, kështu që unë i ftoj gjithë ata të cilët bojnë darsme, mos ta bojnë pas ule dhe tupana dhe defe. Që si falenderoj shumë. Do me thënë e krijon një tjetër atmosfera. Po, a di pse, sepse unë ku do që shkoj, shoh mosha të ndryshme mrena darsmës. Edhe kur është një njeri me pjesë barë në një darsme me 80 vjeçar, edhe kur i afrona me kostum kombëtar, ja flamurin kombëtar, e marr nga veti vallëzoj, e shoh një fëmijë atje që i ka 10 vjet. Ja ati flamurin kombëtar e hypi me një karrik, si thojmë ne. Ai e valvit flamurin e i tham, dhe tërë ja merë zoti dash, në sekund, traditën të shqiptarë, që ka mojtë bajrakun, e ka pasë zakon, mja dhonë dhe tërë. Edhe unë i thomë ja merë dhonë, se na s'kem koqë, thash, adin. Kështu që është interesant se të dhe fëmijën i marë, valzoj me neve. I marë dhe gratë më shume, që janë 70. Këtu diko në mosha, që ka një shami, ose ka pasë ras në rajon e Prizrenit, gratë që i kanë edhe dimia, që i kanë thonë kule, është knatësi kur i shëndarsë me ato. Se dashtëm, s'dashtëm, për sa kohë dhe më thonë kemë qenë të kupum në kohën e ishë sistemeve të shumëta, kur i shumë i dimia të tonë, një plakë që i vesh 70 vjetë, për neve është knatësi, se unë e shoh nanën, e shoh gjyshën, se edhe gjyshët tona i kina pas me këtë kostum parat 80-100 vite. Që që sa darsmet është knatësi, të thonë si shtetin matë dhe nina dhe privilegjum, për çdo darsme, unë jam i ftuar, minimumi 50 darsme jam veç vetë i ftuar me grupin që kam një grup konsolidum, edhe kem 2 hyrje na për darsme, si zakonisht. Është kur hin çifti 8:30 ose 9, ose pas darkë që vjen 10:30 që ora 11. Zakonisht të 2 hyrje na i kem të dame për punën që e bajmë. Çka